Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur një recetë që do ju marr vetëm 5 minuta përgatitje dhe për shijen flet vet pamja. Qëndroni me mua ta përgatisim bashkë, pasi është ideale për ato ditë që ktheni nga puna dhe nuk keni asgjë për të ngrënë. Përgatitet shpejt dhe për shijen do më besoni kur ta provoni. Atëherë kam përdorur 200 gram sallam, të cilën e kam prerë në copa dhe e kam skuqur me 2 lugë vaj ulliri. E skuqim duke e kthyer në të dy anët dhe pasi është gati e largojmë me një anë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Pasi sallamin e kemi vendosur me një anë, po aty do shtojmë një lugë gjelle miell gruri dhe do ta skuqim pak derisa të marrë këtë ngjyrë dhe të lëshoj atë aromën e mirë që ka mielli pasi skuqet. Po aty do të shtojmë 200 gram kos, krip, piper të zi dhe specë të kuq të ëmbël. Nëse e preferoni pikant, mund ta shtoni ashtu. Në familjen time nuk e preferojnë specin pikant, prandaj unë përdor gjithmonë specin e kuq të ëmbël. E përziej masën, do kthejmë sallamin që përgatitëm, që skuqem pak më parë, gjithashtu edhe 1 deri në 2 thelpinj hudhër, varet nëse ju e preferoni, nëse nuk preferoni mund ta hiqni si përbërës, por i jep shumë shije. Dhe e kthejmë në zjarr të ngadalë për pak sekonda. Të shtojmë djath, mund të zgjidhni djathin tuaj të preferuar ose çdo lloj djathi që ju gjendet në frigorifer. Dhe duhen vetëm pak sekonda dhe as më shumë. E shoqëroj me majdanos sipas dëshirës dhe receta është gati. Si ju duket, nëse ju pëlqen, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Siguroni bukë pranë vetes dhe do më kujtoni gjatë për shijen e saj. Faleminderit.